Infrastrukturën e kullimit. Vijon zoti Ndreko. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Është një ditë pas përmbytjeve që ndodhi në zonën e Ferrasit, edhe të Novoselës. Çdo të thoshit për ditën e djeshme që pak a shumë i tronditi banorët e kësaj zone. Po unë doja të thoshja atë që thonë të vjetërit e kësaj zone dhe më tej deri në bujimet e Vjosës, që ku Vjosa del, normalisht nuk ka pengesë që mund ta mbajë, po e rëndësishme është që njerëzit, institucionet, pjesa e infrastrukturës shtetërore dhe asaj lokale duhet që të marrin masa që të ruajnë njerëzit, jetën e tyre, gjën e gjallë, tokat e mbjella dhe banesat. Dhe normalisht që ditën e njëjtë në mbrëmje mbas sinjalizimeve të kontakteve të përhershme që ne kemi me stacionet gjatë lumit Vjos, kryesisht duke referuar pikës me Malijajt, ne morëm informacionin që kishte fryerje që tentonte drejt 7.5-7.6 metra në Memalijaj dhe mendoj që ajo kuotë mbas rreth 12 deri 14 orësh do të pasqyrojë dhe në këtu ku jemi tani në Urën e Folit. Një problemi i parë është sepse këtë shtëpi unë e kam ndërtuar shpeq që është nga viti 92, të cilat ka qenë një tokë pothuaj që e kam marrë nga 7500 njerëz me ndarjen e saj dhe dy lumen që kanë qenë më të fuqishëm, më të rrezikshëm që lumi 2005 plus edhe ky ardhjet nga lumi 2005 i ka patur, domethënë gati 30 cm më të ulta, por më ka hequr rreth 30 metra gjatësi tokës. Si që shikoni dhe vetë, kjo nuk ka nevojë për komente, se është një gjë që duket, që ka këti kushëriri timi ka bërë një dëm shumë të madh dhe i rrezikon edhe shtëpitë që e shikon edhe me kamerë vetë, po që do ndërhyrjen e shtetit, të ndërhyj shteti të bëj diçka. Në banesë do siç e shikoni që kemi ngritur gjitha rraqet lart, pothuajt e shtëpi të futboll nuk na ka bërë shumë dëm të flasim mos të gënjejmë, shumë dëm në shtëpi brenda nuk na ka bërë, po për jashta shikoni vetë, të filmoni, të bëni. Pavarësisht na balta na gjëra baktiti kemi hequr se na lajmëruan, na ka ardhur punëtorët e komunës, punojësit e komunës, nuk e di kush ka ardhur, na kanë lajmëruar. Dhe kemi ikur në shtëpi me gjithë familje. Ku keni shkuar? Diku nëpër njerëzit tan. S'kemi ndonjë këtu, sot në orën 10 janë futur në shtëpi me familje. Deri tash nuk ka ardhur asnjë. Në këtë moment jemi futur po lajm, po shplajm. Drejtori i Bordit të Kullimit, zoti Armadan Krastiki, theksoi faktin që për kullimin e shpejtë të tokave kërkohet shqetësim më i madh nga të gjitha strukturat e pushtetit vendor, si dhe fermerët. Për shqetësimet e fermerëve rreth situatës krijuar si pasojë e përmbytjes nga lumi Vjos, vijuam me intervistat me përfaqësuesin e prefektit dhe zëvendës kryetarin e shtabit të emergjencës të prefekturës Fier, zotin Vasil Ndreko, si dhe drejtorin e Bordit të Kullimit, Armadan Krastiki. Unë doja të vjen duke që ka qenë dhe bashkëpunim i mirë në këtë rast me komunën Levan, ndryshe nga komuna tjera që kanë patur këto problematika, komuna Levan, unë dua ta përshëndes rastin që të përshëndes zotin Xhelo Malaj, që ka qenë së bashku, sepse edhe normalisht me shtabin e emergjencës që ka komuna, njësia vendore, ka qenë së bashku me shtabin e emergjencave në drejtimin e prefektit, dhe gjatë gjithë kohës ne kemi qenë në monitorim të situatës dhe në bashkëveprim me ndërveprim të problematikave. Do të vjen duke që mbasi kanë marrë detyrat, të gjithë anëtarët e shtabit janë në terren, madje do të thoshja që vazhdojnë akoma të jenë në terren, edhe sot që jemi ne këtu kemi detyrë të përcaktuar dhe pjesë tjera shtabit janë në monitorim të lumit Seman, drejtim të problemeve kanaleve kolluese, të hidrovorëve, drejtori i Bordit sa është kthyer që nga takimi që ka patur me hidrovorët të cilët vazhdojnë edhe heqin ujin nga toka në drejtim të detit. Normalisht ne mbajmë kontakte të vazhdueshme me Ministrinë e Brendshme, me drejtorinë e përgjithshme të emergjencave, nëpërmjet sallës operative, pothuajse çdo orë ose çdo 2 herë brenda një ore ne kemi kontakte, japim informacion dhe në një kohë ngremi edhe shqetësimet. Drejtoria e policisë shtetit Qarku të Fier është në terren me gjithë inspektorët dhe me repartet veçanta të saj në mbështetje të banorëve, në një kohë edhe për të mbështetur veprimet që do ketë qeverisja vendore dhe institucionet tjera në nivel vendor në këtë situatë. Do të vjen duke që qeveria shqiptare nga viti 2005
Ju besoj mund t'i kujtoni banorëve të këtij komuniteti edhe më tej pamjet që keni filmuar në vitin 2005 në përmbytjen e Vjosës. Atëherë janë përmbytur rreth 12.000 hektarë. Në vitin 2010, në përmbytjen e 3 viteve më parë, janë përmbytur rreth 8.000 hektarë në këtë zonë, kurse në këtë rast, megjithëse ishte e njëjta sasi uji, e njëjta kuotë e ujit, e njëjta provë e ujit, janë përmbytur rreth 300 hektarë në komunën e Kal, Frakull, Levan. Dhe sot, dhe unë nuk them që janë përmbytur, po dohet sqaroja që përmbytja quhet një tokë e cila arrin mbi 72 orë në ujë. Kjo është rezultat, sepse në 2005 qeveria Berisha nxori problematikat që kishte zona, investoi në këtë zonë nëpërmjet bordit kullimit dhe investimeve tjera. Në vitin 2010 është ulur rreth 30% e sipërfaqes që përmbytej dhe u kalua në rreth 8.000 hektarë. Dhe atëherë u morën masa akoma më të mëdha, duke nxjerrë problematikat dhe sot ne kemi ardhur te 300 hektarë. Kjo tregon që qeveria mban fjalën e dhënë, qeveria atë që premton e realizon dhe normalisht ne jemi këtu në terren për të bërë konkluzionet tona në mënyrë që të eliminojmë në minimum edhe këtë 300 hektarësh në një përmbytje tjetër të radhës, e cila mund të ndodhi sepse natyra ka tekat e saj dhe njerëzit normalisht përpiqen të eliminojnë problematikat që këto teka sjellin në komunitete, në toka, në njerëz, në gjë të gjallë. Në shtabin e emergjencës të Qarkut Fier është edhe drejtori i bordit kullimit, zoti Ramada Krastiki. Qysh nga dita e djeshme, zoti Krastiki, ju keni ndjekur në vazhdimsi prurjet e lumit Vjos dhe çfarë ka shkaktuar deri sot? Duke filluar nga dita e pardjeshme, i tërë shtabi i emergjencave në drejtimin e prefektit Qarkut dhe gjithë autoriteteve që drejtojnë në institucionet në shkallë Qarku, kanë qenë në monitorim të plot situatës prurjeve të lumejve kryesor të Vjosës edhe të Semanit. Konkretisht në Vjos është arritur niveli maksimal për 8 metro ditën e djeshme nga ora 10. Si që shikonit e hidrometri, sot është 5.8 ose ka rënë rreth 2.2 metro. 24 orëshin e kaluar e gjithë një pjesë e mirë sipërfaqes që është poshtë degës Martinës, ku bankina e kraut majt shërben edhe si argjinatur mbrojtëse, ka qenë okupuar nga ujrat. Ujrat janë larguar, vazhdon të jetë një 50 hektarësh në Çerven që është relativisht në kuotë ulët dhe disa sipërfaqe të vogla që nuk përbejnë më tepër se deri 1 hektar që janë akoma më ujë. Themi që brenda 4-5 orëve me vazhdimin e rënies nivelit Vjosës edhe këto sipërfaqe do të lirohen nga uji. Duke krahasuar përmbytjen dalën nga shtrati i lumit Vjos të vitit 2010-2005, si u paraqit si vjet Vjosa me vrullin e saj? Po, prurjet janë të barabarta me 2010-ën, ndërsa në 2005-ën kanë qenë nivel pak më të lartë. Ndërsa në 2005-ën sipërfaqja nën ujë ka qenë diku te 12.000 hektar, në 2010-ën kanë qenë 5.000 hektar. Këtë radhë sipërfaqja nën ujë në të tërë bazenin e Vjosës ishte diku te rreth 500 hektar gjësej. Kjo situatë më e favorshme këtë vit, zoti Krastiki, është për shkak të infrastrukturës kullimit apo nuk vazhdon Vjosa të sjellë prurje? Këto absolutisht ndërhyrjet janë bërë, mbasi dega teknike pranë bordit kullimit të Fierit për çdo situatë përmbytjes që kemi evidenton ku janë pikat më të dobta. Gjatë viteve është ndërhyrë dhe ka vend për të ndërhyrë akoma, sidomos në merremetimin mbi ngritjen e bankinës të majt të degës Martinës dhe mendimi jonë dhe këmbgulja do të jetë që të mingrihen edhe gjitha urat mbi këtë degë në mënyrë që mos kalojnë nëpërmjet urave nga krau i majt në kraun e djathtë në drejtim të Levanit ujrat. Unë jam një fermer këtu në fshatin e Therasit, po. Si ke emrin? Doda, me quajnë Doda, e ke parasysh, po 20 vjet që kam ardhur këtu, e ke parasysh, jetoj me komunitetin këtu. Unë kam marrë ca toka me qira, rreth 20 hektar toka. Nga këto 10 i kom mbjedhur grur, trsher, jonxha. Po, problemi im kryesor është që me ujrat e tepërta që janë e ke parasysh edhe po na dëmtojnë njerëz zakonisht. Për kullimin e toka, po. Se si do zgjidhet ky problem, unë nuk e di. Unë nuk qaj për shembull lumin, që kur del lumi, që thoni e ke parasysh, është një gjë që lumi do bëj punë e tij e ke parasysh. Nuk flasur për shembull kur të përmbytëm nga shiu që bie shi shumë,
edhe le të mbytemi. Po unë çaj për shembull se bie shi, iku shi del diellë dhe ujë flen aty në kanal. Flen ujë në kanal. Për cili kanal bën fjalë? Për kanalin e Kullosit të Ferrat, e ke parasysh që është kanali kryesor Kullosi. Po, ai është, e ke parasysh. Problemi është, e kemi ngjitur disa herë, prapse absolutisht rrugëzidhe. Ja tani momentalisht shkojmë aty, shkojmë bashkë, e po fiksojmë për shembull, po fiksojmë një kod aty. Edhe ta shohim sa do bëja kod për të ardhur në nivelin e ke parasysh dikulet e tepërta. Te bordi kullimit keni bërë ankesë? Po jo, këtu në fshat jemi, ke parasysh, në komunë kemi qenë me format e ke parasysh, shkallë ke parasysh. Atje nuk kemi qenë ndonjëherë ke parasysh. Për mbytja e djeshme ju shkaktoi gjë për shtëpi dhe jo, në shtëpi. Bazë ushqimore edhe bazë ushqimore jo, ke parasysh. Me këto të mbjellat po, e ke parasysh për momentalisht po. Tani nëse vlen ujë, kuptohet që demi është i pallogarisht, me ke parasysh. Se vetëm u kom 4 hektar bjell me grur, kom bjell 3 hektar me jogja, i kom 4 hektar i kom tërsher, e ke parasysh. Edhe demi do të jetë i konsiderueshëm. Ne me këtë punë po merrem, me këtë punë po ushqemi. Ku do shkojmë? Ku do ikum? Faleminderit. Për të ruajtur sistemin e kullimit dhe të krijojnë kushte për mos të penguar bordin e kullimit në rast ndërhyrje me mjete mekanike. Zoti Krasiki, kemi ankesa nga fermerët për nivelin e kullimit, pra parcelat mbeten me ujë jo vetëm në kohën e shirave intensive, por edhe mbas përfundimit të shirave. Çfarë masash keni projektuar ju për t'i lehtësuar fermerët e ferrës? Tashi këtu bëhet vllaf për kanalin e depresionit, që është arteria kryesore që përçon ujin në drejtim të hidrovorëve të Povelçës dhe shqetësimi i fermerëve qëndron. Këtu bëhet vllaf kur bien shirat, një 4-5 ditë, për mos thënë edhe një javë, vazhdojnë që gjendja e nivelit të ujit nëpër kanal të jetë maksimale, mbasi për shkak të ndërhyrjeve që janë bërë nga ndërtimi i autostradës, poshtë mbi kalimit autostradës janë vendosur tombino jashtë rregullave, janë rreth 120 cm mbi kuotën e Durr. Kemi ndërhyrë përpara 2 vjetësh, i kemi prishur dhe çuditërisht janë hedhur nga organet e pushtetit vendor përsëri, për pa marrë miratimin ton dhe për pa u konsultuar për kuotat. Njëkohësisht në vite, gjatë viteve 70, janë gjithsej mbi kanalin e depresionit diku te 5 deri në 7 ura sekrete që do t'i shërbenit në kalimit tankeve në atë kohë. Është bizeduar me kryetarin e komunës, jemi në procesin e përpilimit kërkesës se është kompetencë e Ministrisë të Mbrojtjes për t'i prishur, mbasi janë pengesa serioze nga mbeturinat që i hedh vetë komuniteti, se diçka përgjegjësi kanë edhe vetë fermerët. E gjejnë më të lehtë për t'i hedhur mbeturinat në kanal se sa t'i djegin ose t'i kthejnë ple organik. Me eliminimin e këtyre urave do bëhet e mundur që të zhbllokohet. Ju nëpërmjet kësaj interviste sensibilizohet pak a shumë edhe fermerët, por nuk ka ligje, nuk ka norma që këto të vijnë që të ketë urdhra për zbatimin e këtyre. Sensibilizimi i shtetit do të thotë. Jo, unë ndaj mendim ndryshe, ligje, vendime qeverie, udhëzime dhe urdhresa ka me bollek. Problemi është që duke filluar nga fermerët edhe të tërë opinioni tjetër, nuk i kuptojnë dhe nuk i zbatojnë ashtu siç duhet. Pse e them këtë? Ne jemi dëshmimtar që përpara 2 muajsh ju keni realizuar një intervistë me mua në territorin e komunës Dermenasit, te kulla ujit, ku kemi pasur rreth 260 hektar në ujë, po të shkosh sot sipërfaqet janë minimale dhe besoj që nesër nuk do të ketë as metër katror në ujë, po problemi është që vetë fermerët kanë mbjellë deri në buzë të kanaleve ngastrat dhe nuk kanë ku të kalojnë mjetet.
kjo është thirrja ime që po të marrim 4-5 fermer që mund t'ju bëhet një dëm minimal nëpërmjet kalimit skavatorë dhe hedhjes të dherave në to, është e pa llogaritshme krahasimisht me dëmin që i shkakton tërë komunitetit. Këtu unë i bëj thirrje fermerëve, kryepleqjve të fshatrave, edhe kryetarëve të komunave dhe administratave të tyre, pse jo dhe institucioneve tjera, se ka detyrime edhe qarku, edhe prefektura, edhe policia, edhe organet tjera në mbështetje të pastrimit të kanaleve. Zona e Qervenit, përmbytja që është pjesa më afër fshatit, kur mendohet që të... Tashi, Qerveni kur shkon hidrometri këtu që bie nga 5.4, ai lirohet totalisht nga uji. Shpresojmë që s'do të kemi ngarkesë. Ajo është pjesë e lumit dhe mund t'i themi që ne jemi futur në pjesë lumit dhe jo lumi na ka përmbytur neve. Për pjesën e lumit Seman, si është situata? Semani në orën 7 paqëre kur kemi vëzhguar hidrometrin të urë Mrësarit, ishte në prurje maksimale, ose ishte 50 cm me nivelin kritik. Ka nisur të dali më shumë? Ai nuk del, se brenda argjenatura, kur janë bërë argjenaturat, projektuesi ka konceptuar që midis dy argjenaturave e konsideron si shtrat lumi, është e natyrshme që në prurje maksimale do përmbytet, po atje ka toka bujqësore. Në fshati Belin kemi të dhëna që sot është futur ujë brenda fshat. Në fshat jo, por nëse është futur në fshatin Belin, jo në tokat e Belinës brenda argjenaturave. Sekretari i përgjithshëm prefekturës Vasil Ndreko, në përgjigje të pyetjeve lidhur me përgjegjësinë e pushtetit lokal për kontrollin e zbatimit të ligjeve dhe udhëzimeve të qeverisë për respektimin e rregullave të ndërtimeve pa leje apo mosveprimin e pushtetit vendor, theksoi mbështetjen e prefektit në rast të ankesash të komunitetit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis fermerëve apo mosndërhyrjen e pushtetit vendor për probleme të tokës, të kullimit apo bllokimit kanaleve kullues. Ka probleme të zënies së urave, ka probleme të pritave të formuara nga autostrada e re dhe nga ura e re që është ndërtuar mbi lumin Vjos. Çdo të bëhet me këto? Do ta nis me problematikën që kanë panelet e ura autostradës së re. Është një problematikë të cilën ne kemi evidentuar, e kemi nxjerr problematikën teknike, kemi kërkuar edhe zgjidhjen teknike dhe investimet për këtë punë dhe të gjitha këto. Madje një kopje ja kemi dhënë edhe njësisë qeverisë vendore, që edhe ajo në linjën e saj ta kërkoj. Njëkohë ne jemi duke ndjekur dhe me këtë rast mendoj që do jetë akoma më fort kërkesa jonë për ta eliminuar atë problem i cili paraqit rrezikshmëri dhe mund sjellë dhe pasoja. Kurse për sa i përket mirëmbajtjes sistemit të kullimit, kanaleve kullues, të urave dhe të çfarë ka brenda territorit të njësisë qeverisë vendore komunës Levan, në bazë të ligjit është përgjegjësia e njësisë qeverisë vendore që të marrë masa që të ndërhyjë për mos zënjen e këtyre kanaleve, për hapjen e kanaleve dhe duhet të kemi parasysh që rreth 40 për taksën e tokës që mbledh komuna, 40% e ka të detyruar me ligj që të investojë në sistemin kullues dhe vaditës për mirëmbajtjen e tokave. Ky është një ligj dhe duhet zbatuar. Gjithashtu në të njëjtën kohë për problematika të ndryshme që ne kemi hasur edhe me bordin e kullimit, që ka shkuar të bërë punime për djallë në ndihmë komunitetit, fermerëve, dhe është penguar nga personat veçantë. Normalisht në bazë legjislacionit dhe të autonomisë së qeverisë vendore, duhet që në bazë ankesës që bën bordi i kullimit te qeverisja vendore për X fermer, kryetari i njësisë qeverisë vendore duhet nxjerrë urdhër, titull ekzekutimi për ekzekutimin e këtij urdhri. Dhe në një kohë, në moment duhet kërkojë mbështetje nga policia e shtetit, e cila nuk ka munguar asnjëherë dhe nuk ka munguar asnjëherë. Që të ndërhyet edhe me forcë për të hequr tekat e ndonjërit që për qeftë të tij me fjalë do të pengojë investimet që do të shërbejnë gjithë komunitetit. Sepse ne kemi raste që ai ka mbjellë deri në anë kanalit dhe nuk e lë ekskavatorin që ty ta thellojë atë në mënyrë që ujërat të largohen. Mbase ai nuk mbytet, po 100 fermerë të tjerë poshtë me fjalë ujë toka në ujë. Në këto raste njësia e qeverisë vendore duhet i drejtohet ligjit mbi të cilin ajo funksionon dhe të zbatojë gjithë kompetencat që ka. Juve jeni përfaqësoni qeverinë sot Ndreko. Dhe nuk ka sanksione ligjore për mosveprim në këtë rast që shkakton probleme tek bujqësia. Sanksione ligjore janë, por autonomia e qeverisjes vendore
e përcakton me ligj që gjitha autoritetin brenda territorit të njësisë qeverisë vendore e ka komuna dhe Këshilli i Komunës. Dhe normalisht të gjitha këto problematika duhet i trajtojnë ata. Qeveria jep mbështetje nëpërmjet organeve të policisë dhe ndjenjëkohën nëpërmjet institucioneve që ndrohen në nivel vendor, siç është drejtoria e qarkut të bordit kullimit të Fierit. Nëse veprona duhet të pritet sa të ndrohet kryetari i komunës? Nëse si funksionojnë? Unë i bëj thirrje fermerëve që të bëjnë kallëzim në prokurori. Në të njëjtën kohë ne jemi në dispozicion që të japim gjithë materialet dhe dokumentacionin për mosveprim ose për kundërshtim të punimeve të ndryshme që bordi kullimit përmerr në këtë zonë. Janë pikërisht ndërtimet e paorientuara drejt dhe të pastudiuara apo iniciativa personale e banorëve që kanë çuar në prag rreziku fermerin Faslin Exhipi në Ferros. Shtëpia e tij e ndërtuar 20 vite të shkuara dhe biznesi i shkatëruar. Pra lumi ka qenë afërsisht. Ka qenë 30 metra, do me thënë, këto 30 metra i ka hequr dhe ka gjeshur komplet bazën kryesore të urës vjetër që ka gryer nga poshtë dhe kjo arrin për shembull që po më shkatron edhe shtëpinë. Plus edhe shtyllën tensionit që është në rrezik. Nëse këtu nuk krijohet një ndërhyrje nga shteti dhe unë i kërkoj një ndihmë shtetit të cilën të krijojë një ndërhyrje, mua më rrezikon edhe objektin. Mirë biznesin e ka rrezikuar poshtë, ka rreth 20-30 milion lekë poshtë që janë fidane i ka shkatëruar, por mund më shkatëroj edhe shtëpinë. Vetëm 5 metra larg mbetet themeli i shtëpisë ku banon zoti Faslin Exhipi. Nga 30 metra distancë që ka qenë në kohën e ndërtimit. Pasojat e rënda që priten për shkatërimin e shtëpisë apo biznesit të tij të fidanëve duhej mos të parashikoheshin, qoftë nga pronari që bën ndërtimin dhe aq më keq që sipas zotit Exhipi, kjo shtëpi është ndërtuar edhe me lejë të rregullt nga urbanistika. Juve kur ngritë shtëpinë nuk morët parasysh që këtu rrezikohesh nga lumi vjos? Shtëpia ime ka qenë shumë larg nga vjosa, ka qenë rreth 50 metra linjar, të cilën këto kanë arritur nga lumeni tani që ka devijuar lumi, ka dalë jashtë kontrollit, kanë nxjerr urën e re dhe urën e vjetër, i kanë nxjerr jashtë linjën. Do me thënë nuk funksionojnë ato, ka dalë pothuaj nga pjesa, ka krijuar mbushjen, do me thënë në pjesën e zonës Lorës dhe ka ngrënë nga zona e jonë e Fierit. E çfarë ndihmë kërkoni juve zotin Exhipi? Unë kërkoj vetëm ndërhyrje nga shteti, për shembull me anë të ndonjë peneli që edhe ura e vjetër këtu është në rrezik, plus edhe shtylla, plus edhe objekti i shtëpisë. Me biznesin çfarë kultivoni këtu? Unë kultivoj në biznesin tim, unë kam një biznes cilën jam brenda ligjeve, prodhoj fidan dhe ullirit edhe fidan lulesh. Tani kjo duket është pjesa, do me thënë, e fidanises që kam pranë objektit që është ndërtuar sot e 20 vjet. Ndërtimi i objektit ka qenë me leje, ka marrë lejen si nga komuna që 92-shin edhe sheshin e ndërtimin nga urbanistika e rrethit Fierit. Mbasi e fillova ndërtimin, ka marrë dhe tokën këtu, të cilën e kam përfituar nga 7500 njeshi, e janë rreth 4 lymë afërsisht tokë. Këtu kam hedhur gjitha djesën time, të cilën në biznesin që kam një biznes të rregullt, ka shih me shtetin, të licencuar, të cilën kam biznes, sot e kam edhe me TVSH, dhe demi është, nuk e di se sa mund t'jetë, po thuaj është mbi 20 milion lekë dëm fidanesh, të cilat i ka shkatruar, do më thënë, presioni ujtë, që ka qenë i fuqishëm këtë radhë. Dhe radhë parë kërkoj ndihmën, siç është thashë edhe më parë, që ndërhyj shteti, për shembull, në pjesën se aty kanë devijuar edhe penelet, lumi ka dalë, nuk ka dalë nga pozicioni i tij, nga shtrati, dhe penelet pothuaj ka lënë edhe brenda, ka gryer nga jashtë, të cilën kjo mund të ishte përfituar që nga 2005, të cilën mund të futesh në shtatin e tij që është pazari Matan, që mund me anë të një kanali ai futesh në shtrat edhe nuk mund të krijon dhe to shkatrime që po krijon, të cilën ai mund të futet edhe në pjesën e Ferras me rrugën që po merr.
Dhe ura e vjetër rrezikohet që të... Dhe ure vjetër rrezikohet, të cilën ai e ka kryer penelin e fundit të urës që mbahet sot, cilën rrezikohet për rënie. Plus edhe shtyllet e